Jam I bindur se kemi të gjithë këtë mendim. Fëmia, pasuria e pa tjetërsueshme e njerëzimit, trashëgimia. Çfarë ndodh në spitalet tona? Mbi 80% të rasteve bëhen me ndërhyrje cesariane. Kjo do të thotë, këta fëmijë nuk lejohen të lindin sikur e ka dhënë Perëndia. Në raste që lejohet ndërhyrja për komplikacione, sigurisht, por përpara. Kështu, kjo foshnjë e pafajshme më parë shikon briskun e doktorit, I cili është betuar në betimin magjik të Hipokratit. Por jo, ata janë thjesht pagues për shërbimin e tyre, vrasës të ardhmërisë, sepse një nën nuk mund të lindi më shumë se sa 2 herë. Dhe kështu, vazhdon jeta me dhonë atë Shqipërinë tonë, dhe përsëri, kur kthehemi në atë spital, dhe kemi mbaruar punë, janë pikërisht këta doktorë të lidhur me agjencitë funerale, me komunale, me bashkinë, për të na përcjellë në banesën e fundit duke fituar përsëri para. Dhe kur flasim për korrupsionin, e kemi nga lindja deri në vdekje. Siç duket, unë e kam thënë, duhet një referendum mbarkombëtar, amnisti, dhe pasi mos I keni raportuar krimet e vjedhje dhe të keni dorëzuar parat, të dënoheni 3 fish më shumë taksative. Jo nëse kështu, por me burgim të përjetshëm. Dhe kur të vrasin doktorët, dhe çfarë prisni pastaj, kur shikoni të gjithë në rresht të parakalojnë mbi tapetin e kujtës pakut. Fatalitet, shoqëri e krimbur në korrupsion që në gjenesë të saj.